shkëlqyer. Po kështu dhe frutat e thata, të cilat përmbajnë goxha protein, janë mjaft ndihmëse për të shtuar nivelin e proteinës që mungon nga mosmarrja e mishrave për këta persona. Nivelli i lartë i kolesterolit në gjak, diabeti, hipertensioni, i këshillohet patjetër të mos ndahet një gotë verë çdo ditë në tavolinën e personave që kanë grupin, që disponojnë grupin e gjakut A. Tek grupi gjakut B, mund të themi që është një grup vërtet shumë i mirë, ka një sistem tretës shumë të mirë dhe një sistem imunitar mjaft të mirë. Aktiviteti fizik i tyre nuk është e thënë, nëse në grupin e gjakut 0 duhet të bëjë një aktivitet i rënd fizik, te grupi i gjakut A duhet të ishte i lehtë, vetëm yoga, tai chi, thuajse fare. Ndërsa tek grupi i gjakut B është një aktivitet fizik, mund të themi rreth 30-40 minuta një herë në 2-3 ditë të bëj ose aerobi, ose ecje e shpejt, ose pistë, biçikletë, not, do të ishte shkëlqyer për këta persona. Sistemi i tretës mjaft i fuqishëm i tyre ngjason me sistemin e grupit të gjakut 0, por nëse te grupi i gjakut 0 këshillohet të konsumojë mish i lopës, i viçit, baktitë e trasha, tek grupi i gjakut B kemi konsumimin e baktive të imta që janë mishqëngji, dele, dhe ishin shumë të mira. Peshku natyrisht është për të gjitha grupet, duhet të jetë prezent 3 deri në 4 herë në javë, konsumimi i tyre. Tek perimet kemi pothuajse të gjitha perimet me përjashtim të patallxhanave dhe të patateve duhen konsumuar pak më pak, po kështu ullinjt dhe domatet. Tomati ka një lektin kudo ngjitse, e cila nuk është mjaft e mirë për grupin e gjakut A, po kështu dhe ullinjt. Frutat duhen konsumuar pothuajse të gjitha frutat. Tek pijet me gaz duhet të jemi të kujdesshëm absolutisht jo përdorimin tyre, po kështu dhe bira krijon një fryrë të barkut dhe nuk u lejohet personave të grupit të gjakut B. Vera duhet pirë me raste, ndoshta në rastet e festave, por mos të abuzohet me to. Kryesisht këshillohen lëngjet e frutave natyrale. Për këto jo konservant, absolutisht nuk duhen përdorur. Erëzat pikante janë mjaft të mira për këtë grup. Frutat e thata janë shumë të mira, por në momentin që kërkojmë rënje në peshë, duhet të jemi të kujdesshëm në marrjen e tyre. Gluteni, një lloj si tek grupi gjakut 0, po kështu dhe misri, janë të dëmshme për këtë persona. Ndërsa grupi AB është një miks i grupit A dhe B, ngjason nga grupi A në sistemin e tretës të perimeve, të produkteve, të zezavate dhe perimeve, konsumimin e tyre, po kështu dhe të frutave, dhe ngjason me grupin B në konsumimin e mishrave të imët, të baktive të imta, por në përgjithësi janë pothuajse të njëjta. Anila, kur mund të nisim një dietë? Pra, kur është koha e duhur, dhe sigurisht edhe mosha e duhur. Ekziston një moment, është shumë e rëndësishme të bëhet edhe një dietë detoksikuese. Është shumë e rëndësishme të dimë që trupi ka marrje e toksinave në trup ndodh nga dy faktorë, nga faktorët eksogen dhe endogen. Endogenët janë ku helmet e trupit prodhohen vetë nga trupi. Natyrisht organet të cilat ndihmojnë për nxjerrjen jashtë të tyre janë mushkërit, molçia, veshkat, lëkura. Janë organet që ndihmojnë për nxjerrjen jashtë të këtyre toksinave, po kështu dhe faktorët eksogen që janë faktorët e jashtëm, pluhurat e tepërt, ushqimet të pasura ndoshta me helme të ndryshme, kimikate të ndryshme apo me hormone që futen në trup. Këto janë faktorët që ndikojnë në prodhimin e toksinave në trup. Ndaj një dietë detoksikuese do ishte shumë e mirë të bëhej nga të gjithë personat, qoftë mbi peshë, qoftë nën peshë dhe qoftë në një formë të shkëlqyer trupore, pasi do ndihmonin mjaft mirë në përmirësimin e gjendjes trupore dhe të rritjen e sistemit imunitar. Periudha më e përshtatshme kur njeriu merr përsipër të bëjë një dietë, natyrisht është periudha kryesore, nuk do kishte periudhë nëse një person shikon hypën në peshore dhe shikon që peshorja ka lëvizur me 2-3 kg më tepër, ky është një moment absolutisht i domosdoshëm për të filluar një dietë ose për të ndaluar diçka nga mënyra e përditshme e të ushqyerit. Por në përgjithësi, pastaj për të bërë një dietë detoks, personave do ishte shumë e mirë në periudhën pranverore, ku njerëzit kanë marrë hiperkalori nga stina e dimrit. Dim që ushqimet e dimrit janë ushqime hiperkalorike, ndaj periudha pranverore do ishte shkëlqyer për të filluar një dietë detoks. Po kështu një periudhë tjetër do ishte periudha në shtator, në vjesht, kur njerëzit kanë mbaruar plazhin dhe për të përmirësuar një sistem imunitar, për të qenë për të prirë sëmundjeve të dimërore,
griprave, ftohjeve, do ishte shumë mirë të bëj përsëri një dietë detoks në këtë periudhë. Gjithashtu dhe kjo periudhë që jemi ne tani, direkt pas festave, një periudhë e ngarkuar plot me hiperkalori, me pije me gaz, me ëmbëlsira, me karbohidrate pafund, është periudhë e shkëlqyer për të rënë në peshë. Një dietë detoks shumë e thjeshtë do ishte një dietë që konsiston në një ditë në konsumimin vetëm të frutave, duke përfshirë të gjitha frutat me përjashtim të bananës. Dhe kjo dietë do konsistonte në marrjen, në shoqërimin me 1,5 litër 2 litër ujë në ditë. Dita e dytë do konsistonte në marrjen e të gjitha perimeve dhe zerzavateve pa përfshirë fruta brenda, duke hequr nga kjo dietë patollxhanin dhe pataten. Dita e tretë do konsistonte në marrjen e suprave, jo të pastave dhe jo të brumrave. Dhe dita e katërt do ishte një miksim i frutave dhe me perimeve, duke vazhduar pastaj në ditën e 5 ndoshta me marrjen e mishrave, të vezëve dhe perimeve. Kjo ditë do ishte e këshilluar të bëhej një herë në vit me 5 ditët, ndërsa një herë në muaj do këshilloja një ditë detoks për të gjithë, qoftë me të konsumojnë vetëm perime ndoshta ose të konsumoheshin vetëm fruta, por gjithmonë duke pasur parasysh që duhet pirë 1,5 litër dhe 2 litra ujë në ditë. Kjo do ishte e shkëlqyer të bëhej një herë në javë ose një herë në muaj. Ndërkohë Anila, për sa i përket motivimit, sepse shumë persona duhet të kenë ndoshta një motivim nga ana psikologjike për të filluar më saktësisht një dietë. Sa ndikon kjo? Kjo është thelbësore, natyrisht njerëzit duhet të ndërgjegjësohen. Problemet e shëndetit nuk është vetëm ana jashtme, ana fizike, dukja në një pasqyrë, në rroba, diçka që mund të kalohet, ca forma të dala apo ku diun. Ky nuk është problemi, kjo është vetëm paraqitja e jashtme. Problemi i mbipeshës janë problemet shëndetësore që fillojnë me mbipeshën. Natyrisht, duke pasur parasysh një sasi dhjamore të tepërt në organizëm, duke ushtruar pluhuri dhe ambienti i ndotur që ekziston, duke futur brenda në organizëm, ngjiten në këtë pjesën dhjamore të gjithë këto pluhura dhe janë burime kancerësh, burime natyrisht të diabetit, hipertensionit dhe shumë sëmundjeve të tjera është mbipesha. Në çdo vend, në çdo spital ku mund të shkosh, në qoftë se ti ke një problem shëndetësor, gjëja e parë që të shikojnë nëse ti je mbipesh apo jo. Dhe në qoftë se konsistohet që ti ke disa kilograma mbipesh, shkaktari kryesor dihet që është mbipesha që ekziston në trupin tënd. Nuk bëhet fjalë pastaj kur bëhet fjalë për obezitetin, pasi është një koeficient i masës trupore, koeficienti BMI, i cili përcakton masën trupore. Nëse ti je mbipesh, je normal, je nën pesh, apo je obez. Ky koeficient duhet jetë 18 deri 22, që është normal. Nën 18 është nën pesh, që dim raste shumë të mëdha që vuajnë nga bulimia dhe anoreksia. Mbi 25 deri në 30 je mbi pesh dhe 30 e sipër je obez. Dhe ky koeficient llogaritet shumë thjesht duke vënë në raport peshën për mbigjatësinë në katror. Ndërkohë Anila, edhe diçka të fundit, për sa i përket dietave edhe si ndikojnë në trurjen e njeriut? Vetëm nga ana psikologjike. Nga ana psikologjike varet sa i motivuar është personi. Natyrisht kur merren dieta të repta, që do thotë shmangen 5 vaktet, duhet të dimë tashmë të gjithë që konsumimi i 5 vakteve është shumë i rëndësishëm, duke që konsiston në një mëngjes të plot, një mëngjes të pasur me proteinat e duhura, me karbohidratet e duhura dhe yndyrët e duhura, vitaminat kryesisht. Pasditja dhe paraditja të konsistojnë në ngronin e një fruti, që quhet një vakt i tillë, ose në një kos frutash mund të jetë ky vakt. Dreka që duhet jetë natyrisht e pasur me proteina, me mishin, peshkun, sallatën, apo pastat, varet se si mund të jetë organizuar dreka jon, dhe një darkë lehtë që konsiston në një supë, në një kos, në një diçka më e lehtë se dreka apo mëngjesi, dhe konsumuar gjithmonë para orës 6-5 dita. Në qoftë se ne arrim të ruajmë këtë raport, duke mos hequr dorë nga këto 5 vakte, dieta nuk është pse është e lodhshme, e mërzitshme, e sikletosur për njerëzit. Ato duhet të jenë të bindur që me arritjen e një rezultati, me arritjen e
asaj çfarë është e nevojshme për organizmin, do kenë një sistem imunitar mjaft të fuqishëm, një sistem tretës të shkëlqyer, një metabolizëm që nuk do konsistojë pastaj në mbledhjen e kalorive të tepërta dhe në krijimin e dhiambrave. Pra nuk ka të bëjë vetëm thjesht me pamjen e jashtme, se ka të bëjë Për mua më rëndësishme është gjendja shëndetësore. Ushqyerja në mënyrë të drejtë sjell një gjendje shëndetësore perfekte. Dhe së fundmi Anila, disa sekrete të vogla të dietave? Thash duhet të jemi pak të përpik në marrjen e dietave në momentin kur ne vendosim të marrim një dietë, të konsumojmë vaktet në oraret e caktuara me një tolerancë gjysmore 1 orë maksimumi, mos të shkapërcejmë vaktet me idenë që nuk do ha mëngjesin sepse më ndodh diçka në drek apo në darkë, apo të ha darkën nga ora 10 e darkës apo më vonë. Nuk duhet të konsumojmë konservant, është shumë e rëndësishme konservant, pijet me gaz, natyrisht edhe pijet lëngjet e frutave që janë me konservant, pasi përmbajnë më shumë sheqerna dhe sheqeri direkt kthehet në yndyrë. Duhet jemi të kujdesshëm të zgjedhim produkte bio, jo produkte me hormone, natyrisht mishin, peshku mos të jetë peshk rezervatesh, por të jetë një peshk i freskët, vezët të jenë organike, jo vezë të rritura me hormone apo me kudiu. Perimet duhet të jenë sa më të freskëta, bio, mundësisht të konsistojnë dhe në marrjen e sasive duhet jemi të kujdesshëm, pasi ne në përgjithësi mundohemi të zgjedhim fruta apo perime në ngjyrë të bukura, të këndshme, të lëmuara, por ato janë, mund të themi, në thojësi mollët e hirushes, mollët e barbardhës që ishin shumë të bukura, dukeshin në dukje shumë të bukura, por më brenda nuk, do të thënë, duhet jemi shumë të kujdesshëm në përdorimin, pasi sot tregu nuk të ofron mundësi zgjedhje, por duhet të jesh shumë i kujdesshëm në përzgjedhjen e tyre, pasi kur gënjehesh pak të ngjyra, ti je i sigurt që hormonet brenda janë në sesira goxha të mëdha, ndaj duhet të jemi vërtet shumë të kujdesshëm në përdorimin e tyre. Anila, unë falenderoj shumë dhe sigurisht që je gjithmonë e mirëpritur. Ju falenderoj edhe unë. Faleminderit edhe një herë, miq të dashur, kemi përfunduar intervistën e ditës së sotme. Ju ftoj të ndiqni disa minuta publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Ditën e njëjtë, ora 21, emisioni Fakt. Ilir Meta në një përballje pa kompromis. E vërteta e Ilir Metës përballë gjykimit të analistëve më të njohur në vend.